Ja keni një popull I bëm sihr. Apo? Qysh? Nëse për shembull në raport me jetën bashkëtorë, ndodh mëse dikon në sihr, Allah na rujtë. Çka ndodh? Kuptimi I jetës bashkëtorë dobësohet, nuk është funksional. Apo, dhe pastaj shtohen problemet për faktin se nuk shikohet tash jeta bashkëtorë nga perspektiva e dashurisë, apo respektit, mirëkuptimit, por shikohet nga perspektiva kujna e acarimit, mosdurimit. Ja ka ndruar percepcionin apo. Edhe është I rrezikshëm. Me ta ndruar percepcionin për gruan, ka ka rrezikshëm. E sihri me ta ndruar percepcionin për Allahun te barekuhu teala, kjo është rrezikshëm. Apo? Kjo është më rrezikshëm. Percepcionin për Kur'an, për Islam, për namaz, kjo është më I keq. Prandaj sihri nuk ka veç thjesht një magji që ta prish gjumin natën, e ondër të këqija, e veç apo një raport I zbehur me një palë caktuar, nuk ka veç I kaq. Po krejt ata që punojnë njerëzve me ua mjegullu kuptimin e Kuranit, me ua bët paqart Islamin, janë sirbazat. Nga se ka thonë pejgamberi inne min el bejani le sihra. Në oratori ka sihr. E që banë, për njëri ka mundësi me fjallët e ti, I ma gjeps njerëzit. Nëse nuk kanë sure me veti, jo mërmenë, jo mërmenë me fjallimet e ti, me fjallët e ti, me dijen e ti, me pompozetin e ti, I merë njerëz, I bon sihr. Të pa ka njerë, ka lidera, për të përshamon që njerëz vrahën për ta. Qëfar e zga për në kur? Ajme bë, qaj bjen kje? Qaj bjen kje? Kjo të lejë sihri. A I së të mënë që ka fry një natën, apo? Po, ja, s'ka limë, a I të ka fry, pi televizorit në kry të ka fry atje, apo? Hiq direkt, pa një. E ta ka ndu percepcionin komplet. Qysh dhëtë me kuptu një njëri, dhe në qëfa nivelli, di ku, kuptaj që ka që. Në marrja edhe rëmbimi I vëmendjes e njerëzve, autoritete pa diskutueshme, shejtnimi I fjalëve, apo lufta për shkak të liderëve, pozicionimet e të zërimit për shkak të mendimeve, janë pjesë e këtij sihri.